jo më shumë se 20 kilometra nga qyteti Ferizajt, në një lartësi mbitetare rreth 1200 metra, në zemër të bjeshkëve ngrihet fshati Jezerc. Me pyjet të dendura e livadhe të xhera, Jezerci është një nga perlat natyrore të kësaj ane dhe një destinacion i preferuar për adhuruesit e natyrës dhe ecjes malore. Por qetësia që zakonisht mbretëron në këtë zonë u trondet nga një lajm shqetësues. Një mesazh se nomalet e Jezercit po vriten kuaj alarmoi redaksinë e Kiks Kosovës. Një banor pretendon se një familje ka mbytur mbi 20 kuaj në këto male. Jetojnë në rëdime të ulët, po kanë shtëpia në Jezerc. Këta mbi 20 kuaj kanë mbyt në male kohë pas kohe. Ta janë të njohshëm nga fshatarë edhe nga policia, por nuk ndalen. Mund me punu edhe punë të tjera, por dojnë me dru me bë biznes.